Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit DTV Media, mirë se vini në Info D të fundit për këtë javë. Kuvendi i Kosovës sot ka zhvilluar një seancë plenare ku ka miratuar rezolutën për mbrojtjen e viktimave dhe të vërtetën e luftës të propozuar që javën e kaluar nga Partia Demokratike e Kosovës, por këtë javë u hodh në votim si pikë e parë e rendit të ditës, ndërkohë rezoluta e LDK-s e propozuar nga LDK-ja për çmimet e naftës nuk ka kaluar më që nuk ka marrë mbështetjen e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Në këtë seancë u bë thirrje që të kenë parasysh afatin kushtetues dhe për ta zgjedhur presidentin në mënyrë që të shqyrtojnë çështjet të cilat kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve. Themi ishte një thirrje e kryetarës Albulina Haxhiu, sigur se jep të një sinjal që mund të kemi zgjedhje, prandaj të miratohen disa projekt ligje, por të shohim sepse ende nuk ka asgjë konkrete lidhur me presidentin e Kosovës, nëse do të ketë një kompromis mes partive politike apo do të shkohet në zgjedhje dhe me që nuk do të çojnë asnjëra pol në këtë çështje. Për të diskutuar se si e shohin këtë zgjidhjen e kësaj çështje, do të flasim sonte me anëtarin e kryesisë së Partisë Socialdemokrate të Kosovës, Bardh Ahmeti. Por së pari, si zakonisht, ju ftoj të ndiqni lajmet kryesore të ditës. Deputetët e Kuvendit me 90 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim e kanë miratuar rezolutën e propozuar nga PDK-ja për mbrojtjen e viktimave dhe për të vërtetën historike të luftës. Në këtë rezolut, përfshihet edhe pika për inicimin e dënimit të atyre që mohojnë ose minimizojnë krimet serbe. Ndërkohë, po në këtë seancë, deputetët nuk e kanë votuar rezolutën e LDK-s për çmimet. Rezoluta parashite uljen e përkohshme të aksizës për naftën nga 36 cent për litër në 20 cent deri në stabilizimin e çmimeve, uljen e TVSH-s për karburantët nga 18% në 8%, si dhe subvencionimin e çmimeve të naftës për sektorin më të ndjeshëm, përfshirë bujqësinë, transportin publik dhe prodhuesit vendor. Deputetët e Kuvendit po ashtu kanë miratuar edhe këtë marrëveshje ndërkombëtare. Ndërkohë në pikën jashtë rendit të ditës, deputeti i LDK-s Lutfi Haziri ka kërkuar nga kryeministri Albin Kurti të raportojë në Kuvend në lidhje me dialogun me Serbinë, si dhe marrëveshjen për zbatimin e ligjit për të huajt dhe atë për automjete. Po në këtë pikë, PDK-ja sërish i ka kërkuar Haxhiu të emrojë antarin e dytë të kësaj partie në KQZ, ndërsa deputeti i lëvizjes vetëvendosje Artan Abrashi ka pasur një kërkesë tjetër për Haxhiun, që të emërojë antarin e tretë të kësaj partie në KQZ. Kryeministri i Republikës do të subordinohet këtë frymë kushtetuese Kuvendit të Republikës me ardhmë me na njoftu për marrëveshjen me zotin Petersen, ndërmjetësin e BE-s, lidhur me qëllimin e kësaj marrëveshje, implementimin e kësaj marrëveshje, lidhur me arsimin dhe shëndetësinë për komunitetin serb. Me çka ka të bëjë, cila është baza dhe shpjegimet e domosdoshme sepse ka mjegull dhe paqartësi të madhe tek qytetarët e Republikës. A është ka implementuar marrëveshjen Kurti Vučić, apo është ka implementuar diçka tjetër, është që duhet ta shpjegoj. Dje është përmbyllur afati 6 dhjetor për fillim të mandatit të anëtarëve të rinj të Komisionit Qendror Zgjedhor, afati i cili nuk është respektuar nga ish-presidentja e vendit Zonja Osmani, e cila nuk e ka ushtruar kompetencat e saj kushtetuese e ligjore përkundër vendimarrjes së shpejtë të kushtetutës lidhur me këtë situatë. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës ka sqaruar përfundimisht çdo paqartësi lidhur me këtë çështje, duke konfirmuar se përfaqësimi i Partisë Demokratike të Kosovës me 2 anëtar në Komisionin Qendror Zgjedhor është një drejtë kushtetuese dhe asesi nuk është çështje e interpretimit politik. Me punë dhe përkushtim, kjo situatë ka ndryshuar. Sot, kushtetuta jonë po zbatohet gjithnjë më shumë. Institucionet janë prezente, ligji po vepron për të gjithë. Dhe sovraniteti nuk është vetëm deklarim, por një realitet i përditshëm. Detyra jonë është e qartë. Ta shtrim respektimin dhe zbatimin e kushtetutshmërisë në çdo cep të Republikës,
të forcojmë funksionalitetin e institucioneve dhe ta bëjmë sovranitetin të pakthyeshëm në praktikë. Kryetarja e Kuvendit Albulina Haxhiu ka thënë se opozita nuk duhet të harrojë se afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit po ecë. Ajo tha se deri më 28 prill kur kalon ky afat, Kuvendi duhet të shqyrtojë çështjet që janë me interes për qytetarët. Në rrethanat në cilat jemi, që kemi një afat kushtetues për zgjedhur presidentin, mendoj që nuk duhet të sillemi si me thonë thua se asgjë s'po ndodh dhe thua që nuk varemi nga asnjë afat kushtetues. Prandaj duke qenë që kemi 27 prillin për të zgjedhur presidentin dhe nuk mund të paragjykojmë, uroj që të arrijmë ta bëjmë këtë, detyrohemi që çështjet që janë me interes për qytetarët e Republikës së Kosovës t'i adresojmë si Kuvendi i Kosovës. Sheshi i Pejës sot u mbush me student dhe qytetar për të kundërshtuar firjen dhe gjuhën e urrejtjes ndaj komandantit të zonës së Dugaxhinit, Ramush Haradinaj, pas disa akuzave ndaj tij. Këtë protest e organizuan studentët e Universitetit të Pejës Haxhi Zeka, të cilët thanë se nuk do ta heshtin karşisht rëmbërimit të historisë. Mes parullave, unë studioj shqip falu UÇK-s, për UÇK-n me UÇK-n. E larg duart nga UÇK-ja, studentët synuan të dëgjohet zëri i tyre. Por është e turpshme kur mendojmë se nga kush po e mbrojmë. Nuk po e mbrojmë nga serbët, por po e mbrojmë nga shqiptarët. Sot nuk jemi mbledhur këtu vetëm në një shesh qyteti. Sot jemi mbledhur në një moment ku ndërgjegja e një shoqërie vihet në provë, sepse ka raste në histori kur një popull duhet të vendosë, a duhet të hesht përballë shtrëmbrimit apo duhet të ngrihet në mbrojtje të së vërtetës. Kjo nuk është një ngjarje e zakonshme, është një sinjal që duhet kuptuar. Është dëshmi se universiteti po përmbush një nga funksionet e tij më thelbësore, të formoj individ që nuk janë indiferent ndaj zhvillimeve shoqërore, por që reflektojnë dhe veprojnë me përgjegjësi. Ajo që po ndodh sot këtu nuk është një reagim i zakonshëm publik, është një moment që kërkon një qasje të balancuar dhe të matur. Një qasje që respekton lirinë e shprehjes, por njëkohësisht e vendos atë liri përballë përgjegjësisë që ajo bart. Një qasje që lejon debat, por nuk pranon deformim të vlerave themelore mbi të cilat qëndron shoqëria jonë. Në këtë kuptim, roli institucioneve legislative bëhet i domosdoshëm, sepse ato kanë detyrimin për të krijimin në kornizë që mbrojnë dinjitetin shoqëror pa cënuar parimet demokratike. Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama ka bërë të ditur se janë ndërmarrë masa ndëshkuese dhe procedurale ndaj investitorit dhe përfaqësuesit ligjor në rastin Don Shtjefën Kurti për shkak të mosrespektimit të vendimeve komunale. Meqense se investitori nuk ka respektuar vendimin për mbushjen e gropës në Llamellat 4 dhe 5, është iniciuar procedurë kundërvajtëse, duke u shqiptuar gjop prej 30.000 euro për kompaninë dhe 3.000 euro për përfaqësuesin ligjor, ka deklaruar Rama përmes një shkrimi në rrjetet sociale. Shikues nderuar, pas këtij bloku të lajmeve tani është koha për bisedën në studio. Bardh, mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Po e nisim nga kjo thirrja e Albulina Haxhiut në Kuvend sot, tha keni parasysh afatin kushtetues deri në 28-in, kem ku prandaj tha të shqyrtojmë çito pika që janë siç e qutja janë interes të qytetarëve. A mendoni që po jep një sinjal që nuk do të çojnë pa edhe s'do të kemi zgjidhje për çështjen e presidentit Bardh? Unë besoj që Kurti ka dhënë mjaft sinjale të tilla, po kjo urgjenca me kalu ligje është përsëritje pak e çka ka ndodhur në dhjetor të vitit 2024, nëse të kujtohet, kur ishin ofer zgjedhjeve të shkurtit 2025-s, kalun shumë ligje përfshi byron për konfiskimin e pasurisë të pajustifikueshme dhe shumë ligje tjera që masnej gjykata kushtetuese i rrëzoi, ishin ligje të cilat po bëheshin për fushat zgjedhore. Tash edhe sot çka po shohim edhe çka kemi ose edhe ishte dota e caktuar. Po, absolutisht. Edhe ishte mundësia e fundit mi kalu këto ligje dhe kjo ishte domethënë një farë karte me cilën këta synonin me hinë fushat zgjedhore duke i shtyr si premtime tyre.
Në anën tjetër ajo që po shohim sot dhe që kemi po deri në fund të mandatit, deri në afatin e caktuar për zgjedhjen e presidentit që e ka caktuar gjykata kushtetuese, kemi po përpjekje të tilla. Lëvizjeve të vendosje në secilën situatë, qoftë nëse zgjedhet presidenti, qoftë nëse nuk zgjedhet presidenti, është të i bë krejt përpjekjet që nëse ka zgjedhje potencialisht, atëherë këta me shku në këtë idenë që ka blokada, ka këtë lojën e vazhdueshme që e kanë bë. Për fat keq, për neve problemi kryesor në Kosovë sot është pushteti. Pra pushteti i kurtit, pushteti vetëvendosës. Mirë po një problem që po e mbon gjallë pushtetin e kurtit është qasja opozitare. Domethënë dje dëgjova në kryetarin e LDK-s Lutfi Aziri, tha nëse ka zgjedhje, lufta kryesore ka me qenë në mes të Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Tash që kjo është qëndrim që mundet me mojt një analist në për studio televizive. Ama në kryetari... Që do të që i përjashtoj ke partit, si partit. Përjashtoj ke partin e ti. Në kryetari i partisë dytë më të madhe opozitare në Kosovë, thë ke lufta ka me qenë në mes të Albinit dhe Vjosës. Domethënë Vjosa e cila ende nuk është... A mos ka folë ndoshta si bashk partijak tani, se mund ka konsideru që mund ta marrin Vjosa Osmanin pjesë të LDK-s, ndoshta edhe ta udhëheq LDK-n në atë fushat. Që të probleme, se kur fol ke mas ne për Vjosa Osmanin, thë ke Vjosa mundet edhe me braktis politikën krejt me kalu në kuadër akademik. Domethënë, ishtë të fol për një person, për cilën këta ende s'kan marrëveshje nëse hyn LDK, nëse bëhet borcë e listës, ose nëse bashkohet me një listë tjetër, mirë po e përjashtoj ke totalisht partinë e tij. Që kjo është qasja disfatiste që e kanë këto subjekte politike. Pse kështu? Pse kjo qasje? Unë besoj që... Nga frika, nga ajo që s'po mund t'i bëjnë bolla Albinit, apo çfarë? Kjo është mungesë e një strategjie afatgjate, domethënë mungesë e doparimeve që ti si subjekt politik i qet. Për shembull, ajo që na si PSD besojmë, është që subjektët politike opozitare ishtë dashur me u bashku edhe me i pas të qarta qëndrimet e tyre, me i pas disa vija demarkuese me pushtetin. Për shembull, nëse LDK-ja dhe PDK-ja krejt kohën na kanë thonë që Kurti është i rrezikshëm për Kosovën, Kurti është autoritar, atëherë gjoja më normale në çdo situatë shkon që këto subjekte vendosin vija të kuqe dhe thonë në asnjë formë na nuk bashkëpunojmë me çit pushtet që është të shkatru Kosovën. Se po na thonë që është të shkatru Kosovën, nëse më thuaj që është të shkatru Kosovën, ti s'është dashur në asnjë formë me bashkëpunu me të. Mirë po. Pse s'po ndodhet ku kanë përfundu këto subjekte është në strategji afat shkurte. Të kujtohet për 5 vjet këto subjekte na kanë thonë Kurti ka mërzu për 2 muaj. Kurtin kanë mërzu ambasadat e huaja, ka mërzu gjykata kushtetuese, ka më përfundu në burg sepse një aferë korruptive, një aferë tjetër korruptive, domethënë këtë kohën kanë funksionu me çit logjikën që Kurti shkon shpejt. Tash, pas rezultatit të dhjetorit vitit kaluam, këto parti u dëkë që u dërzu. Edhe rezultati ju dha një goditje të madhe edhe nuk kishin fuqi as me kërku zgjedhje. Kur ndodhi kjo përplasja e Kurtit me Vjosën, ju ndez edhe një shkëndi. Pra, hajde tash edhe një herë edhe një arsyetim që nëse Vjosa përfundon në krahun ton, atëherë na erëzojnë Kurtin. Edhe kjo qasje është e njëjta qasje që ka qenë deri tash. Domethënë, tu provuam në mënyra të shkurta, me zgjidhje të shkurta, me erëzu Kurtin, e që kjo s'ka me qenë e mundun, sepse kemi shembuj të pafund në rajon, nëse s'dojmë me kalu në pjesë tjera të botës, ti e ki Shqipnin, ti e ki Serbin, e ki Malin e Zi që ka qenë gjatë, tash Macedonia, ku ki që si pushtetet forta, të cilat e shkatërrojnë opozitën. Domethënë, disa opozite cila nuk ka përpjekje reale afatgjate, mirë po përmes metodave afat shkurte provojnë me erëzu pushtetin edhe kjo ka rezultu totalisht gabim. Domethënë, me qit metod, Kurti është luftu 5 vjet. Pse nuk po? 5 vjet na kanë thonë që perzojnë Kurtin shpejt. Mas 5 vjetëve Kurti del zgjedhje dhe i merr 51%, që kjo është dashur me pos një reflektim të krejt njerëz që janë opozitorë në Kosovë, cilët nuk i besojnë Kurtit, cilët menojnë që Kurti është i dëmshëm për demokracinë e Kosovës, që me ndërtu diçka në afatgjat. Pra, disa parime, të cilat ju qëndrojmë deri në fund dhe e ndërtojmë një opozitë vërtet në Kosovë. Po pse mënon që partitë opozitare nuk po arrin të bëhen bashkë për asnjë kauzë, sepse po e shohim edhe tani për presidentin, partitë opozitare nuk janë bashkë. Së pari i thirr vetëm Abdigjikun edhe Homzën në takim e injoron Kurti liderin e AK-s, sado e madhe apo e vogël tjetë partia, e injoron. Pastaj
në radhën e dytë, tash pas gjykimit të kushtetueses, e thirë kryetarin e LDK-s, ndërsa ai i PDK-s nuk shkon në takim edhe i kërkon sqarim me shtesë për iniciativën e ri. Do thotë, pse kjo opozit kështu e koordinuar, se në qoftë se do duhej që të kishte ta ignorante Haradinaj, a do duhej që të bëheshin bashkë? Absolutisht. Edhe të mos shkonin? Ose nëse do të shkonin të tretë bashkë, dhe sepse çka kanë të Ti e çejnë, ndërton një pozicion si opozit pse nuk po përkundër mujnë mu bo bashkë a partitë opozitare? Duke nis nga i kanë gjitha këtu, po s'po mujnë mu bashkë. Pse? Ku është arsyeja? Problemi kryesor këtu është që këto parti opozitare janë të e prit një ftesë të kurtit që këto bashkohen me kurtin. Këto nuk e kanë ndërmend me ndërtu një opozit në raport me kurtin. Këto janë të lut krejt kohën që kurti me i marrë në qeverisje. Edhe LDK-ja dhe PDK-ja, sidomos LDK-ja, e cila Lutfi Aziri dje në një deklarat tjetër, tha ne jemi të i diskutu mënyrat që mujna me u përfshi në një qeverisje me vetëvendosen. Lideri jonë Lumen Abdigjiku kish me qenë kandidati perfekt për president. Tash këtu ka shkarjet mloja edhe nuk ka analizë politike, që kjo është veç dëshirë. Po, a bi bjen që këta vetëm s'pja u plotëson qatë dëshirë që e kanë, se përndrysh janë të gashëm me shku në koalicion? Ta janë gati prej fillimit, prej zedheve kur kam përfundu, këta kanë qenë gati me shku në qeverisje me kurtin. Lumen Abdigjiku sa herë u dalë në publik, ka thonë na dojmë marrëveshje politike me kurtin. Pra nuk ka që... Lumen Abdigjiku e ka pas mundësin 2000 në shkurt. Problemi se qytetari i Kosovës në dëshkan. Se nëse e kështë pas sinqert që të kërkesën edhe nevojën për bashkëpunim me kurtin, atëherë ishtë dosh në qatë moment ti me pranu bashkëqeverisje me kurtin edhe me shku. Ama mas e ke marrë rezultatin e dëp në zjedhe, atëherë ti përfundon bashkë ato ku ka dëshirë kurti. Pra është që kjo hegemonia që kurti e ka shtru në Kosovë, edhe ku këta kam përfundu. Dhe me thonë ti nuk i asni plan opozitor i cili është për kundër kurtit. Krejt ku jemi sot si opozit, jemi në agendën e kurtit. Edhe lëvizjet e tyre, i kise për shembull nëse PDK-ja, kur ishte rasti i presidentit Jasharve. Nëse ti si parti pajtohësh që duhet me qenë dikush i familjes Jasharve, atëherë pse se propozon ti? Pse dush me prit kurtin me ta pru si propozim, e ti me pranu, ose Vjosa Osmanin, për cilën tash LDK-ja po thotë që kemi qenë pro. Pse nuk e propozon LDK-ja Vjosa Osmanin, edhe me thonë që kjo është kandidatja e cila na pëlqen neve. Mirë po, dami maj madh është që ki opozit që s'kan parime fare. Dhe me thonë, ki opozit që bojnë kalkulime tëlta krejt kohën, të këshyrë me marë pak pushtet për veti, qoftë për Hamzën, qoftë për Abdigjikun, ose për grupet e tyre të ngushta të interesit mrena partisë. Që ka jenë të bo këta lider, këja udhëheqësi e këtyre subjekte, për pos jenë të jabon një dëm të madhë Kosovës, sepse po e sjellin edhe po e azotin mandatin i lideri autoritar, jenë të i bo dëm edhe partisë të vetë. Se nëse i sheti elektoratin sidomos të PDK-s, dhe më thonë ata refuzojnë kategorikisht me u përfshi në një bashkëqeverisje me kurtin. Mirë po për disa interesat ngushta të këtyre liderve, këta e gati me përfundu në qeverisje me kurtin edhe me braktis krejt narracionin, tregimin e tyre që e kam bo për gjatë krejt saj kohë që kurti është i dëmshëm. Po me që thatë, apo e kërkën një farfurme edhe vetëvendosja, PDK në koalicion, kur thët kurti, na duhen për shembull 85-86 deputet në salë për presidentin, sepse ndryshe nuk guxojmë të hymë në një fazë tjetër, do thotë për ta zgjedhur për krejun e shtetit, sepse me 80 deputet nuk jemi të sigurt që mundemi me zgjedh. E ju e dini që veç me PDK-n i bën 88 deputet, se 66 i ka dhe 22 të PDK-s bojnë 88. A është kjo një thirrje indirekte, por po don atë siç dëshiron ai, themi ta zgjedh presidentin. Për bindjen tam kurti është duke e ndërtu si të narracionin që nëse shkën zgjedhje, me thonë që unë e kum lutë edhe PDK-n edhe LDK-n ta s'kan pas interesim. Tash gabimi më i madh këtu është që këta kanë me përfundu në defanziv. Se nëse ti ke shku në takim me kurtit, edhe thuani kam dy emra, kurti ka drejt të me thonë cilët janë që ata dy emra. Mi dy emra që ti pëdon mi propozu. Sepse kurti është i vedeshëm që këta janë duke bo që si taktizime, edhe janë të e post dëshirën tepër të madhe me u përfshin bashkëqeverisje me ta. Të e postit avantazh, atëherë kjo e ka komoditetin që me bo lojnë atila krejt kohën me ta. I varur po lunë me opozitin? Absolutisht është lojnë në të cilën këta si janë as lejtorë, këta janë veç nëse lunë sha ata pijunat që janë, që ti i qënë ka dush. Dhe më thonë, këta nuk janë as pjesë e lojës, sepse nëse kishin qenë pjesë e lojës, ti kishe një dhe propozime tyne. Dhe më thonë, nëse e këshyrë që ka ndodhë ma zedhev,
Kurti u dole dhe ka shprej agendën e tij hapur publikisht. Pa të thonë, hapi parë që kemi me bërë është konstituimi i kuvendit. Hapi i dytë, zgjedhja e qeverisë, hapi i tretë marrëveshje ndërkombëtare, hapi i katërt zgjedhja e presidentit. Edhe thashtë i ki do parti opozitore që në kuvendin e Kosovës, edhe që nuk e thojnë asnjë fjalë për presidentin derisa Kurti t'i kryen krejt hapat e agendës tij. Domethënë, ti fol për presidentin kur Kurti dën me fol për presidentin. Ti fol për kryeministrin kur Kurti dën me fol për kryeministrin. Që kjo është me ra komplet në agendën e tij, sepse nuk kanë guxim. Domethënë është gatishmëria për me bë luftë, gatishmëria për me ndërtu një opozitë të vërtetë në Kosovë, ju mungon këtyre subjekteve. Këto janë po i mungon gatishmëria edhe Kurtit për ta zgjedhur presidentin, kur dihet që pa të zbëhet. Edhe a do të më lëshu pe? A mendoni që duke e njoft, a mendoni që i lëshon pe? Unë menoj që në asnjë formë nuk kam e përfundu të qenë president dikush që është, si me thonë, shumë i afilium me PDK nëse me LDK në Lumir Abdigjiku, asnjë shans, Bedri Hamza asnjë shans. Domethënë, frika jam është që kemi me përfundu në një emër që është krejtësisht i panjohur, i cili nuk ka synime politike, mirë po përfundon ato veç si president ceremonial. Edhe Kosovës nuk e vynë si noter, ashtu që ka quajtur Kurti krejt kohën që presidentin Kosovë është veç noter. Edhe unë mendoj që kjo është rreziku më i madh në cilën këto subjekte politike janë të përfundu. Se nëse Kurti ka me pas një president tillë, atëherë kemi me përfundu të u realizu këtë projektet e tij e që për bindjen tonë, temën personalisht edhe të PSD-s, janë projekte dëmshme. Se nëse e sheh çka ndodhi me Këshillin gjyqësor të Kosovës, Këshillin prokurorial të Kosovës, domethënë ti sot mundesh me thonë lirisht që edhe çaj institucion që ka qenë i pavarur, i pakopur prej Kurtit, u kap. Domethënë, kryesuesi i Këshillit prokurorial të Kosovës u përgëzu prej Donika Gërvolla, Albulena Haxhiut dhe krejt zyrtarëve qeveritar. Kur ke po ti një rast vetëm që kjo qeveri e ka përgëzu dikën të Këshillit prokurorial ose dikën të Këshillit gjyqësor. Domethënë këta që ajo është i tyre? Absolutisht ka ndru përbërja edhe ka ndru ontë në përbërjen e Këshillit prokurorial, edhe tash jemi në fazën ku veç ka me u bë procedura e kryeprokurorit edhe të pos një president që i aprovon Kurtit gjithçka, kemi me po veç dekretimin e tij edhe ky organ, i cili është organi i cili duhet Kurtit mas shumti, ka me përfunduar. Organi i akuzës. Është organi i akuzës, domethënë është organi i cili ty të jap mundësinë për me bë spektakël. Edhe nëse bardhe, edhe nëse Beadini s'ka me u dënu në fund procesit. Fakti që ti kemi pas dopamje të njerëzve të shkuën prokurori, të ju ngrit akt akuza, kjo ka me qenë mjaftueshëm që mi friksu kundërshtarët e tij politik. Edhe mu arsyetut e qytetarët thoni që po bën luftë kundër korrupsionit, krimit edhe është, domethënë, një prej elementeve më të zakonshme të pushteteve autoritare, që ti e ka prokurorin, organin e akuzës, edhe ti bën spektakël me të. Domethënë, nuk gjasat i ki shpesh që kërkur s'ka me u dënu prej saj, kërkur s'ka me vujt prej saj, varësisht prej fajsisë ose jo, mirë po, ty kanë me të metë çdo pamjet që një deputet i PDK-s, një deputet i LDK-s, një analist që është në studio televizive, një biznesmen dikon, ka me u arrestu, të bo spektakël. Qysh e pom, domethënë, do arrestime që kanë në këtë procesin e vjedhjeve të votave. Domethënë, unë jam që nëse dikush është i përfshim në një aferë korruptive, absolutisht me pas proces ndaj tij, absolutisht nëse është fajtor me u dënu. Mirë, po që kjo nevoja spektaklit është ajo që te e ushqen qytetarin me një urrëtie të madhe, sidomos ndaj kundërshtarëve politikë. Po, sepse kështu thështë edhe për vete, zoti Kurti, kur nuk shkonte me dëshmuese, thështë po dëshirojnë që unë të krijojnë vetë edhe fotografi duke hyrë, duke dalë nga gjykata. Do thotë, tash po e thoni që po e dëshirojnë të njëjtin gjë për kundërshtarët. Kosova për herë të parë e ka një pushtet që është pushtet autoritar. Domethënë Kosovë ke pas pushtete kleptokratike, që kanë vjedh dikon me një tender, që kanë bë privatizime, punësime, ka pas shumë korrupsion, muj me thonë. Me të meta shumë. Absolutisht, shumë korrupsion. Ama në anën tjetër, sot është një situatë edhe më e rrezikshme sepse ti ke cenim të demokracisë. Domethënë kopje kaq të madhe të institucioneve kryesore të shtetit, ti nuk e po kurrë. Nëse dën me po shembullin më të mirë, ti veç e këshyr çfarë ndodh në RTK. Domethënë gazetar, të cilët nuk pajtohen me pushtetin,
i largojnë automatikisht prej punës. Lajmet, qysh dalin, qysh ka qenë ky rasti për raportimet për disa portale në Kosovë, dalin qysh do që vendos personi që vetëvendosja e ka dërgu atë, domethënë drejtori i televizionit Rilend Gërvalla. Unë mendoj që krejt institucionet që tashmë janë kop, ka me fillu përdorimi i tyre. Na si PSD jemi dënu nga Agjencia për Privatësi, kur e kemi publiku një peticion, jemi dënu 20.000 euro. Njëjtin peticion e ka publiku vetëvendosja para 6 vitesh, edhe nuk është dënu. Dhe me thonë, që ka bënd ti, kur e din që është një subjekt politik si PSD-ja, e cila nuk merë fonde prej shtetit, e cila i duhet me vetë financim me funksionu, atëherë ti i qënë një si dënimi që ja vështirëson shumë angazhimin politik. Në anën tjetër që ka me bo me këto, me përfaqësuesit e këtyre liderëve, është që ka me pas spektakël jashtëzakonisht madh, edhe i cili e ushqen që të narracionin që këta dojnë me avon publikut. Dhe më thonë, që kjo që ka ndodhë në veri, të e dërgu shumë shpesh policin, të e dërgu të bo akuza, tash kime potin në politikan, në biznismen, në analist, edhe kjo është domi maj madh është që këme pas frik të madhe të njerëzve me u angazhu, se që kjo është qëllimi i pushteteve autoritare, që ti e len njerëz në një farë frike edhe kur dojnë ata me u angazhu. Unë takoj sot shumë njerëz cilët kanë dëshirë me u angazhu politikisht, nuk pajtohen me pushtetin e kurtit, mirë po thojnë është dëm i madh dhe është frik edhe dëm për karierën tem me u përfshi në një organizim ku ty të sulmojnë mira njerëz nëse partia thot që do të mi sulmojnë. Po, linçohet, akuzohet. Ki linqimet që ta shëtoj përjetu zonja Osmani, e cila po flet për këto linqime. Mirë po Vjosa Osmani ka qenë presidente 5 vjetë, kur nuk e kena një të folë, kur janë linqu gazetarët për shembull. Domethënë, si presidente minimalisht, ish dosht me reagu. Qështë e keni po ju si PSD prishjen e tyre, raporteve tyre, duke i njoft nga brenda dhe Kurtin edhe tjertë, pse menoni se ajo foli, themi, kështu tregoj pastaj edhe e shprehu, themi, atë blefin e vetë, se qështë ju kanë ndihmu, si presidente e qysh në fund një farforme, themi, e tratun si pasaj dhe nuk e zgjodhen presidente. Se pot ju si PSD prishjen e tyre? Për mu, aje që vëndodh me Vjosën është veç një flus ke radhës që jemi të e po, për kundër që kemi po krejt të vite, nëse din dikush në Kosovë, më tregu cilë është dallimi politik në mes të Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit, unë e kësha pranu çfarë do argumente. Mirë po, krejt që kemi dëgju prej Vjosa Osmanit, prej se ka dalë, prej se u kuptu që Kurti nuk po e mandatën edhe për mandatin e ardhshëm, është që ajo është të thonë, unë këm dasht mi shërby, unë i këm shërby Kurtit, mirë po ky nuk po më zjedhë. Më thonë, është pak e befasume edhe vetë. Na e dëgjum në emision cëllën ishte në Syri TV, unë ja këm shty datën e zjedhë, kur ka dasht Kurti, dhe më thonë 28 dhjetori, unë i këm shërby krejt kohën, mirë po nuk pe kuptoj pse Kurti s'po më dëmë për presidente. Në një situatë tillë, tani ta plotësojmë këtë, Bardh. Megjithatë, disa deputet reaguan tani dhe thanë që është dashur që Osmani të motet mirë kur e ka quajt Kurtin që po lum bigjaz me partner ndërkombëtar dhe fatin e Kosovës. Do thotë, a tregoj kjo që po tregojnë tash këta që ju ka met hatri dhe kjo s'u dashmi bë këtu deklarata? Jo, për mu që kjo është tregu si më i mirë për që ato që e folim na që 5 vjetë si PSD. Domethënë që autoritarizmin e Kurtit. Vjosa Osmani ka shërby Kurtit 5 vjetë në mënyrën më të mirë, më të shembullore të mundshme. Domethënë ti e ki Kosovën 4 vjetë pa krye prokuror, sepse Vjosa Osmani se ka dekretu Bleri Misufajn, sepse ja ka kërku Kurti. Që do që s'pëna pelqen as mua, as Osmanit, as Konjufës. Absolutisht. Tash, përveç kësaj, Vjosa Osmani atë cakton datën e zgjedhjeve Kurtit kur i konvenon. Vjosa Osmani bashkohet në luftën, në sulmet ndaj gazetarëve. Vjosa Osmani bashkohet në gjithçka. Mirë po e bën një deklaratë që thotë nuk duhesh me lu bigjaz me raportet me mes ndërkombëtar. Domethënë mjafton një deklaratë e tillë, mjafton një përplasje e vogël që Kurti me të largu. Se që kjo është mendësia autoritare, që ti nuk e duron tjetrin. Për Kurtin, kjo deklarat ka qenë një farë frike, se që ka mundet me ndodhën të ardhmen me të. Për mu frikë totalisht e parësyshme, unë jemi bindu që Vjosa Osmani dhe nëse kish vazhdu mandatin kish qenë plotësisht e dëgjueshme në raport me ta. Mirë po për dikën që ka mendësi tillë, është e patolerueshme
për me pas që si dyshime. Dhe më thonë, nuk mundët kurti me funksionu me një partner nëse pak dyshon të, së është që kjo paranoja që të vjen ty prej lexime, nëse e she, se djeshëm të bo lavë, nëse e she regjimin e Enver Hoxhës, që ka qenë shumë ajron, diktatorial, kanë eliminu njerëz e kështu, bashkëpunëtorët e tij, cilët kanë qenë 40 vjet bashkëpunëtor, në një moment ka fillu me pos frikë në raport me ta edhe i ka largu. Mehmet Shehun pas 40 vjetëve që ishte kryeministër e largon. Ka pos bashkëpunëtorët më të afërt, krejt kohën i ka eliminu. Një që shka ndodhë me Kurtin. Dhe me thonë, nëse e sheh prej përplasjeve që i kemi pas na, mas ne ju kujtojt Hake Abolli që u bo zëvendës kryeministër, Sadiosa Osmani, Djeli Burnaliu, krejt njerëz që jenë konsideru të afërtina. Në momentin që ky ka fillu me pas paranojen, frikën në raport me ta, atëherë ky ka përfundu duke i linqu. Qysh është të bo me Vjosën, qysh ka bon të kalumën me neve. Është e padurueshme. Të e njoft edhe ju, a është edhe hakmarrje, themi kështu edhe për deklaratat e mëhershme kur e ka quajtur Chavez edhe Jo, unë mendoj që a mund të jetë edhe kjo? Unë mendoj që këto janë të tejkalume, madje që ato është pjesa qesharake e Vjosës që e ka bon të kalumën në që është të përsëri tash, pa thonë, unë i kam thonë Chavez ta se kam qenë ndikume prej njerëzve tjerë. Do thonë dikush që bëhet presidente, dikush që ka një karrierë politike që pretendon me vazhdu politikën, me thonë unë kam qenë mashtrume, atëherë i bjen që unë si shdasht me të morë seriozisht, se s'ka kuptim me bëhet deklarata tilla, mirë po për me u shfaqsu, përfundon këtu. Qysh është edhe rasti, besoj po të kujtohet i vajzave kur i largoi prej shkollës, si qemi në shkollë private, tha institucionet publike në Kosovë, shkollat, janë vendet rrezikshme, aty bëhen plane gurzeza për fëmijë që policia aty i rujt vajzat e mia i ka mbrojtë edhe fëmijët e tjerë. Pyetja që i dashmë ju bë në atë moment është kush e mbron sot çata fëmijë. Domethënë ti ke pas tu ti ke shpëtu po tjerë. Fëmijët e tjerë cilët familjet e tyre, prindët e tyre nuk i kanë mundësit mi qenë shkolla private, kanë mu detyru shumica mi dërgu prapë në qatë shkollën Ismail Qemali, ku kanë qenë edhe fëmijët e Vjosa Osmanit, edhe kanë me jetu edhe me një frikë më të madhe, se nëse presidentja e shtetit del edhe bën alarm që shkollat në Kosovë jenë të rrezikshme, ka pa pastërti prej cila ti mundesh me marrë infeksione, atëherë ti si prind s'ke me mujt kur me konë rehat të e ditë që fëmija jëtë është tu përball me një rrezik tillë. Unë mendoj që si deklarata të Vjosës, edhe deklaratat që kemi po në vazhdim, se unë mendoj që kjo është veç fillimi. Besoj që Vjosa Osmani ka me përfundu të bo që si tregime për që Kurti nuk ka pranu, mirë po asnjë moment deri sot unë nuk e kam një cila është arsyeja politike që Vjosa Osmani s'don me bashkëpunu. Se nëse ish dal Vjosa dhe kishte thonë unë kum bashkëpunu me Kurtin, e kum po që është potencial, është i rrezikshëm në raport me ndërkombëtar, në raport me qeverisjen e brendshme, prandaj nuk du me vazhdu bashkëpunimin me të, atëherë kish pas drejt edhe kish pas legitimitet me bë kritika ndaj Kurtit. Ama nëse arsyeja kryesore pse ti si të bashkëpunu sot me Kurtin, është se ai nuk të ka dhënë pushtet më, atëherë nuk mundesh me marr seriozisht në çësi lloj njeri që angazhohet në politikë. Po, bardh, si e PSD-ja daljen nga kjo, themi, krizë në fillim e mund të thellohemi në një krizë më të madhe, sepse nëse shkojmë zgjedhje atëherë mund të del një rezultat tjetër ku pastaj do të ketë probleme edhe për kuvend edhe për qeveri, e shto kësaj pastaj edhe për president edhe do të kemi pastaj një krizë tjetër që është do të ishte viti i dytë që Kosova vendi do të përballet me një krizë të madhe, e shto kësaj luftrat në përbot, zhvillimet në gjeopolitikën botërore që po ndodhin, e ne jemi një pikë në oqean që thojmë, që është një zgjidhjen ju. Çka duhet bëhet? Kush duhet jetë president? Si duhet propozohet? Kush duhet propozohet që të dilet nga kjo situatë? Unë mendoj që kjo gjendje e jashtëzakonshme në cilën jemi sot, ka me qenë karakteristik e deri sot të Kurtin qeverisje. Se na jena mësuar me një gjendje tjetër, ku ti ki do parti politike që bashkëpunojnë, bojnë kompromise kështu, na kemi me qenë në një gjendje të jashtëzakonshme krejt kohën. Domethënë që kjo frika prej zgjedhjeve që Kurti po ja u shkakton, komi përcjell krejt mandatin, domethënë edhe mandatin e ardhshëm, edhe sot do që Kurti vazhdon me qenë në qeverisje. Kurti ka qenë një plan organizativ për vetëvendosjen në vitin 2015, kur ne kemi qenë në vetëvendosje, cilën e pa të bo për organizatën.
edhe mënyrën qysh kurti e sheh të e morë vetë vendosja pushtetin, po edhe me qëndru në pushtet, është veç përmes gjendjes jashtëzakonshme. Thot ne kemi me ardhë në pushtet dhe kemi me qëndru në pushtet veç përmes gjendjes jashtëzakonshme. Edhe që kjo është mendësia e cila ka me përcjell krejt kohën, se kurti nuk është lider i cili nuk bën kalkulime, ose i cili nuk don me lshu pe kështu. Kurti e ka të vendosur ideologjikisht qysh ka me usill në raport me gjendjen në Kosovë, kështu që gjendja e jashtëzakonshme ka me konkret kohën, nuk ka me pas asnjë hapësirë. Sun mbijeton ai në gjendje stabile, institucione stabile? Absolutisht, nuk e ka qëllim, as nuk mbijeton. Unë mendoj që ka me provu krejt kohën me shkaktu një qësi gjendje. Tash domi i madh që to është që ti ki do subjekte politike që s'kan me kuptu, as se kanë kuptu deri sot këto, edhe krejt kohën kanë me këshyrë qysh mujnë me bashkëpunu me kurtin. Unë mendoj që kërët gabime dhe propozimi qasja PSD-s është që na ish dashur me ndërtu një front opozitor, në të cilën zotohemi edhe boj marrëveshje politike, në të cilën ne themi që në asnjë rrethon nuk pranojmë bashkëpunim me kurtin. Edhe populli i Kosovës e ka në dorë, nëse është të dashur me avon krejt pushtetin një njeri, që është Albin Kurti, ose është të dashur me kalu në anën e demokracisë. Nuk mendoj që kjo qasje përfundon me rezultate të shpejta e me ëndra që i kanë këta. Unë besoj që këmë na vy kohë, këmë na vy shumë angazhim, shumë përkushtim, protesta, aksione, angazhim jashtëzakonisht i madh, mirë po është vetëm një mënyrë qysh na kena me dalë prej kësaj hegemonisë të kurtit, domethënë prej planit të kurtit, me përfundu në një agjendë tonën. Gjoja më e rëndësishme sot për opozitën është me pas agjendën e saj, edhe agjendë e cila ka një demarkim të pastërt me çit pushtet. Domethënë unë pritjet e mia nuk janë shumë të mira ose si më thon. Mëllo për një zgjidhje. Po pritjet e mia janë që këta kanë me përfundu krejt kohën në çse kalkulime tolta. Domethënë ku kurti i takon edhe ju jep propozime, hajde po 2 ministri LDK-s, 3 ministri, edhe këta kanë me përfundu të shpresu që i merr. Po nëse kurti nuk e ka bo presidente Vjosa Osmanin, që ka qenë shumë lojale në raport me të përpos që ty në përplasjeve të vogla dhe tepër të rolla, nuk e di në çfarë logjike Lumir Abdiziku pret që kurti e bën president ato. Domethënë për mua që të është absurditeti më i madh. Ose ti shkon edhe i thu që kime kanë shumë më lojal se sa Vjosa, ose nuk ka asnjë mundësi që kurti e bën një president i cili mundet me cenu. Se kurti ka me u përballjen e parë ka me pos në dialog. Edhe nuk e dën kurti një president i cili mundet me cenu që qasin që kjo e ka në raport me dialogun me Serbinë. Domethënë nuk ka asnjë mundësi që ka me qenë për mua pritjet, fatkeqësisht pritjet e mia, janë që kemi me përfundu në një president anonim, në një president që e ka në Shqipëria, Bajram Begaj, ose që e ka Serbia, kryeministrin që tash është, e cilën nuk e nje as dikush që mirët me politikë ditë e natë si na, që nuk ja din asemni se është tepër i parëndësishëm. Kemi me përfundu në një president i cilë është ceremonial, i cilë ka me shku në një të pome, i cilë ka me shku në një event kështu që ndohet në i dekorat ose diçka tjetër, mirë po i cilë s'ka me pos as një pikë fuqi politike, sepse që kjo është presidenti i cili i duhet kurtit. Në me thonë në situatën në të cilën jemi, nuk ka asnjë mundësi që me u zgjedh një president që kurti nuk pajtohet me të sepse i ka numrat, edhe e vetmja mënyrë është që ti kurtin e sjell nër 40 deputet për me mujt me kalu këtë farë krize. Me qasin... A ka pësë do janë si me thonë, propozim, se si parti që po moni ne nga opozita, ndonë se nuk keni parlamentarë dhe nuk keni marrë pjesë zgjedhje, po a keni ndaj propozim që ju e shihni që do të ishte zgjidhje e mirë në kuptimin edhe për të dalë nga kjo krizë, por edhe që do të ishte përfaqësim dinjitoz tamam të rolit të presidentit? Jo, për neve është shumë e qartë që në asnjë propozim që ka me ardhur nuk ka lënë pa qenë i nënshtruar në raport me kurtin. Domethënë, është edhe propozimet që kemi me dëgju ditëve në vijim, kanë me qenë propozime të cilat as nuk i merë shqyrtim kurtit. Domethënë, nuk mundesh me llogarit që dikush që e ka krejt numër deputetëve, pa cilën ti s'mundesh me bë presidentin, me shpresu që ti kimi ja imponu presidentin kurtit. Domethënë, për neve është e qartë, mënyra më e mirë për me dalë pikë kësaj krize është zgjedhjet. Nuk ka mënyrë tjetër. Ju jeni për zgjedhje? Absolutisht ne jemi për zgjedhje sepse nuk ka kuptim me shku me një president
të qenë të vetëdijshëm që kam ju nënështru pushtetit të vetëvendosjes. A besoni që Vjosa Osmani mund të ketë ndikim në rënien e vetëvendosjes në një zgjedhje të mundshme? Për mu, unë nuk jam qaq optimist, sepse ajo që ka unë presë dhe që kish mujt me ma mush mendjen Vjosa Osmani është nëse kisha dëgju një projekt politik prej saj. Me thonë një projekt politik i cilë është përkundër qëtij pushteti, edhe tregon që ky pushtet duhet me urdhzu sepse i ka qëtoj të dëme. Ama dikush i cili thot, unë kom qenë në vi krejt mandatin me Kurtin, edhe më del thot, po tash duhet me më votu mu, cila është arsyeja pse dikush duhet me votu Vjosa Osmanin, nëse ajo është kopje e Kurtit. Nuk ka sens logjik me përfundu, veç pse Vjosa e ka hup pushtetin e saj, me shpresu që njerëz tash të vinë ty pas, se kërkush nuk është qaq i fascinu mas me mandatin e Vjosës si presidente, se nuk ka pos në i fardallimit madh me qeverin, për pos që saj tendencës për me thonë në rujtje me raportet me ndërkombëtar, po që nuk ka në i dallim. Do me thonë na i kena një shumë shpesh qoftë për asociacionin, qoftë për ndërhyrjet që Kurti i ka bon veri, që Vjosa Osmani ka qenë në dakordans të plot me të. Kështu që për mu, Vjosa është që ke fluska e radhës në të cilën unë besoj që nuk duhet me ra votues opozitar. Më thonë, unë besoj që ajo që ka i duhet urgjent Kosovës është ndërtimi i një opozitë të re e cila ka parime, jo një opozitë që bën veç loja taktike, e cila e shes se cilë mundësi që është mundët pak me dëmtu Kurtin, që është mundët pak me shpresu që kam i marë Kurtin qeverisje, po një opozitë e cila është e vendosën për demokraci, për kundër autoritarizmet. Nëse për kundër PDK-s, LDK-s, pushteteve të kalume, është ndërtu një qasje cila ka qenë kundër korrupsionit, ndonë se këta kanë përfundu të korruptu vetë edhe zyrtarët e kësaj qeverie. Unë menoj që qasja e cila i vjen opozitën në Kosovë është qasje për demokratizim. Se nuk kemi të bojmë me pushtete që kanë qenë më herët, që është kleptokratike kështu. Sot është edhe më rrezik sepse ki bëhesh me një pushtet autoritar. Po. A është e gatshme PSD-ja për të shkuar në zgjedhje? A është të përgatitje të themi sepse nuk do dihet dhe keni paralajmëruar që është më parë që nëse mbani po zgjedhje ju në këto zgjedhje do të merrni pjesë. A jeni të u gati? A është e gatshme PSD-ja për të shkuar vetme apo nëse do të jetë mundur edhe me ndonjë koalicion? PSD-ja për gjatë kohës ose ka marrë pjesë në zgjedhje, ka qenë, si më thonë, e pamundshme me ndërtu që narracionin që sot është shumë i qartë. Do më thonë, nëse më herët, ka qenë e pamundshme me depërtu të njerëz cilët kanë pas shpresë që Kurti rrezohet lehtë. Nëse PDK-ja, LDK-ja që kanë fuqi elektorale, thonë që Kurtin kemi merrzu për 2 muaj, e PSD-ja është ka thotë që të vyjë një kohë më e gjatë, po një rrugë e cila është e sigurt që ka merrzu këtë pushtet, ka qenë tregim cilën ka qenë zërë edhe me besu, po edhe me i shku mas, sepse është rrugë më e gjatë, njeri zakonisht është i prirur, me shku rrugëve më të shkurta edhe me bo zgjidhje më të shpejta. Sot menoj që është koha që PSD-ja me marrë pjesë në zgjedhje dhe PSD-ja ka me marrë pjesë në zgjedhje kur do që jenë ato, sepse tregimi i PSD-s për pushtetin e Kurtit ka dalë tregimi më i saktë dhe më i vërtet për gjatë krejt kësaj kohe. Domethënë, nëse kemi thonë që Kurti nuk ka me urdhzu me që qasje, cilën e ka opozita, po ka me u forcu, që kjo është rreziku, atëherë zgjedhjet e 28 dhjetorit në kanë dhënë drejt plotësisht. Kanë qenë qëto 2 spjegime, njëri i PSD-s, tjetri i PDK-s, LDK-s, AK-s që Kurti bjen shpejt, edhe koha na ka dhënë drejt që kjo është spjegimi i cili ka dalë në fund. Domethënë që kjo është spjegimi cili analiza e PSD-s ka dalë jashtëzakonisht e saktë sepse kemi një huni për llojin e pushtetit me cilën. Se menoj që nuk mundesh me pas as angazhim, as rezultat të qartë, nëse ti nuk e din analizën e saktë për llojin e pushtetit me cilën je u ballafaqu. PSD-ja ka fillu punën e saj për me marrë pjesë në zgjedhje. Besoj që javën vijim ka me pas edhe figura të cilat kanë me u bashku, edhe unë e ftoj secilin person që është i bindur njëjtë sikur PSD-ja, edhe i cili menon që Kosovës i vjen një opozitarizëm i vërtet,
është mundësia, koha ideale në të cilën duhet me u bashku me PSD-n. Unë menoj që është e vetmja mundësi sot në Kosovë që me ndërtu një opozit qëndrueshme, një opozit e cila ka parime edhe cila ka vlera, përkundër pushtetit jashtëzakonisht dëmshëm edhe që ka me shku të u bë edhe më i dëmshëm për Kosovën. Po, Bardh, unë të kisha falenderuar shumë që kishe sonte në Info 2 dhe për gjitha këto që i diskutuam. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Të nderuar shikues, unë ju falenderoj shumë që qëndruat me ne deri në këtë kohë. Ne do të shihemi sërish të hënën, deri atëherë bashkë, mirupafshim.